them të drejtën, Arta, unë jam ma shumë fanse asaj qasje që na secili duhet me qenë në një farë mënyre rrugës drejt përgjegjësisë për jetën tonë, se ku jemi edhe gjendjen që e kemi. Çdo herë në një farë mënyre, edhe nëse është një situatë që e konsiderojmë që është prej faktorëve të jashtëm, çdo herë e kemi brenda vetes një lloj përgjegjësie për gjendjen në të cilën jemi edhe për atë se si po ndihemi. Kështu që mendoj që si rreth, si shoqëri, është mirë me kuptu personin tjetër jo vetëm si objekt, por si qenie subjektive, për atë se si po ndihet, në për çfarë po kalon, e jo vetëm ajo se çfarë na lidh, se thjesht tu e pas parasysh vetë gjendjen tonë dhe ne nuk e kemi as pak të zhvilluar me pjesën e empatisë, diçka që personin tjetër i cili është duke kaluar ndoshta në një humor më të ulët apo gjendje depresive, i duhet mas shumë të raportet, mbështetja e tjerëve në një situatë jetësore, po flasim. Por unë po them jam fanse e saj që mos presim shumë ndoshta se si të qasën tjerë ndaj neve, në qoftë se na po kalojmë në situata të tilla, por të gjejmë alternativa, të lexojmë, gjejmë qasje se çfarë mund të bëjmë për veten tonë. Në këto raste, sidomos kur kemi të bëjmë me humorin e ulët apo temat e depresionit, është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik. Do të thotë çka do që ne bëjmë që të spaku të lëvizjem, të jemi aktiv. Edhe në qoftë se është fjala disa hapa, ecje, mandej vrapimi, apo fitnessi, apo çfarë do që është më e përshtatshme për individin, është nisma më e mirë drejt mirëqenies. Kështu që kjo është një diçka që na mundemi me bëhen me mënyrë të vullnetshme, mandej tjerat dimenzione. Po duat që të paktën e përmendet që fitnessi përveç për dukjen fizike ndikon edhe tek shëndeti mendor. Gjithsesi. Sidomos te raste depresive, kjo është çelësi kryesor ku fillohet përmirësimet